Ushtria franceze nis ndërhyrjen ushtarake në Mali për t'i ardhur në ndihmë qeverisë që të godas rebelët islamik që kontrollojnë pjesën më të madhe të vendit. Presidenti francez François Hollande tha se ekzistenca e Malit si shtet po kërcënohej, ndërsa tha se ndërhyrja bëhet për t'i ardhur në ndihmë popullsisë dhe 6.000 francezëve që jetojnë atje. Njerëzit po vuajnë nga politikat e ndërmarra të cilat shpesh kanë qenë të ashpra, por besimi është rikthyer. Franca uron për një botë më të hapur. Hollande u referua edhe luftës në Siri. Do ta bëjmë sa më të lehtë që të jetë e mundur dhe kjo nën administrimin e ministrit i jashtëm që tranzicioni politik t'i jap fund një lufte të ashpër e cila deri tani ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 60.000 njerëzve. Ndërsa presidenti i Malit Traore në një fjalim adresuar kombit tha se i kishte kërkuar ndihmë ushtarake Francës. Në këto kohë të vështira i kërkova dhe mora mbështetjen e Francës në bazë të kuadrit ligjor ndërkombëtar. Mali dhe njerëzit e tij nuk janë vetëm në luftën kundër terrorizmit. Grupet e armatosura, disa prej të cilëve të ardhur nga Al-Qaida, morën në kontroll veriun e Malit në muajin prill. Në të gjithë vendin është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Të njëjtën militantët deklaruan se kishin avancuar në territoret që kontrolloheshin nga qeveria e vendit, duke zaptuar edhe qytetin strategjik Kona. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka miratuar plane për dërgimin e mbi 3.000 trupave afrikane në Mali për të vënë në kontroll veriun e vendit, nëse nuk gjendet një zgjidhje politike, por ndërhyrja parashikohet të ndodhë pas shtatorit. Mali ka qenë një koloni franceze deri në vitin 1960.